Përshëndetje, sot kemi një video shumë të veçantë, pse do thoni ju? Sot jemi në një qendër ku kemi persona me aftësi të kufizuara, por pse kam ardhur unë këtu? Është qendra Drita e Shpresës, është një qendër ku këta fëmijë shfaqin talentin e tyre, ka terapi të ndryshme, por ne nuk do t'i futemi kësaj pjesës të terapive, por pjesës të talentit të tyre. Unë po e bëj këtë video për të ndërgjegjësuar sa më shumë nga ju që të bashkohemi dhe t'i ndihmojmë këta njerëz, t'i suportojmë dhe pse jo në të ardhmen këta të shkëlqejnë pra me talentin e tyre. Unë kam menduar që t'i suportoj në këtë formë, duke ju treguar ju talentin e tyre dhe ju nëse ju pëlqejnë punimet e tyre t'i blini. Gjëja që ata i lumturon më shumë është të dalin ta hanë një drek, kështu që pse mos ja u plotësojmë këtë gjë. Unë do t'ju tregoj tani, do shkojmë lart, aty ku ata punojnë. Dhe më pas, nëse ju do ju pëlqej diçka, thjesht për t'i suportuar, ju mund të blini diçka nga punimet e tyre. Unë jam shumë e emocionuar, është një video shumë e veçantë që bëhet sot në kanalin tim dhe shpresoj që t'ja dalim, është tip challenge, sfidë, që unë do shikoj se sa do mbledhim ne, sa të ardhura, me punimet e këtyre njerëzve. Shkojmë! Mezi pres që t'i shikojmë punimet, se dhe unë i shikoj për e të parë. Dhe pikërisht jemi në atelien kreative, ku këta persona punojnë dhe shfaqin talentin e tyre. Nuk po zgjate më shumë, unë jam duke i parë dhe duke në që në shikim, kur më shikojnë që kanë aq dashuri. Dhe ja ku jemi. Shiko sa njerëz të mirë që janë dhe sa dashuri që shfaqin me buzëqeshjet e tyre. Sa të mirë. Atëherë, do na i thoni pak emrat? Ti quhesh? Joel. Joel. Shumë mirë Joeli. Ti? Po, ti? Unë jam Belina. Belën unë e mbaj mend sepse e kam patur në lagje kur isha e vogël, edhe Bela më mban mend, ta? Ti kam zemër, e kam jetë. O shpirt, unë të dua shumë. Edhe ti? Alta, Esperanta, Macar, nga Osnat. Shumë mirë. Mirë. Edhe ti? Unë kam dhe dalën të se disa. Dallën dyshe, shumë mirë dhe dallën dyshe. Tani do shikojmë punimet që janë bërë këtu, sepse ne do të gjejmë persona që do na i blejnë këto punime dhe do hanë një drejt të mirë pastaj. E dini ju? Shiko sa mirë. Kështu që të gjithë ju që doni të blini nga këto punime, mund të më shkruani mua në Instagramin tim @jonavisposhvlogs dhe ndërkohë ne do ju tregojmë tani të gjitha punimet. Nisi me Joelin, sepse më duket shumë i talentuar, të gjithë janë shumë të talentuar, por e nisim nga këtu dhe më bën shumë përshtypje. Çfarë quhet kjo? Joeli është duke bërë pirografi, arti i djegjes së drurit. Ne po bëjmë disa zbukurime, kryesisht me motive të Krishtlindjes. Janë këto ornamente, dekore që mund t'i vendosim Sa në të pemën e bukura. Ja, këto për shembull, një nga këto do ta blej unë për shembull, 2-3. Edhe pse unë nuk kam vendosur brej, por do t'i vendos aty tek shtëpia, diku, se që nga shumë të bukura. Joeli, e ke bërë shumë të bukur këta. Këta do t'a blej unë. Mira, se më pëlqeu shumë. Me rastin e festave kemi bërë edhe simbolin, flamurin. Shumë bukur. Flamurin e ke bërë shumë të bukur. Për ju që jeni shumë patriot, mund t'i blini, sepse me vërtet që janë shumë të bukura. Dhe gjithashtu do doja ta blija edhe këta, por po ju le dhe ju që të blini diçka, ju që më ndiqni. Dhe ndërkohë, ky punimi që po bëhet këtu, për çfarë është ky punimi tani? Emanuel lexon. Është dekor për pemën e Krishtlindjes. Sa mirë. Këto i kemi të specializuara. Zoti është me ne, God is with us. Zoti është me ne, është shprehje shumë e bukur. Joeli është amerikan, edhe e kupton gjuhën angleze dhe Joeli është amerikan. do të shkruan. Edhe bëka një art kaq të veçantë që nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Po, këto janë porosit të personalizuara, janë pikërisht për antarët e kishës të Joelit, edhe këto do shkojnë edhe në Amerikë, sepse mamaja e Joelit është amerikane dhe prindrit shkojnë një herë në vit në Amerikë edhe kanë zgjedhur që dhuratat miqve t'ua bëjnë pikërisht nga punimet e Joelit. Po, shumë mirë. Nuk e di si ju duk ju punimi i parë, por mua mu duk shumë i veçantë dhe tani do vazhdoj me djalin tjetër që e kishe emrin, si e kishe emrin?
Anti, me Antin. Tani shohim se çfarë talenti ka Anti. Edhe Ke bërë me gosht, ë? arti që bën Andi, Po? quhet string art. Ne kryqin më vonë e dekorojmë me fije. Do me thënë do dalë një punim shumë i bukur ky. Fundimi është ky. Okej, pra, punimi është kështu dhe përfundimi është kështu. Për këta njerëz që kanë këto talente ja vlen që t'i mbështesim. Kështu që na mbështesni sa më shumë në mënyrë që edhe këta të gëzohen. Kënaqen e ju kur dilni për drek? Po. Keni shumë qef, a? Kështu më thanë. E po shumë mirë. Ne në qoftë se do i mbledhim fondet nga këto punimet, do ju çojmë për drek dhe do t'ju tregojmë dhe këtu te YouTube-i që kemi ngrënë dhe drekën, apo jo? Po. Për pica. Për pizza, shumë mirë. Tani do shohim Shoqen tënde. shoqja ime Bela, që unë e njoh nga fëmiria. Ha, Bela, më the që më ke zemër, a? Më ke apo s'më ke zemër? Po. Okej, ja se po të afrohem dhe unë pak aty tani, që të ma shpjegosh çfarë po bën. Ma shpjego pak ti Bela çfarë po bën tani? Unë kam këtë, kam pe. Edhe këtu. Gjahes. Bela po bën një rrugic. Rrugic po bën Në ti? tapeti. Edhe si e rrotullon këtu, ë? Një herë. Një herë. Një herë shkon para, një herë mbrapa. Ja, Është e thjeshtë, po kërkon shumë durim. Po, duhet një nga një. Bravo Bela. E Bela e ka shumë qef. Kemi ndonjë pjesë të përfunduar që ta shohim? Se do shesim edhe punimin e Belës, apo jo Bela? Po. O zemër. Kjo është e përfunduar. O, dhe ngjyra ime preferuar, lilaçka. Po, ajo është vendosur. Bela ti e ke për këta? Po. Nuk më gënjena? Jo. Ua, sa të bukur. E bërë aty. Ta ka bërë ty, Ma ta ke ka bërë bërë dhurat ty. Jo, do ta shesim këta. Kjo është shumë e Ka bukur. dë. Ma bëj këtë dhurat. Këtë mbaroj dhe ma bëj. Mirë. Okej. Kjo është dhe rrugica, pra punimi i Belës, që gjithashtu ju mund ta blini. Kështu që nuk e di si ju duket kjo video, po për mua ju betoj është një nga më të veçantët, jam shumë e emocionuar. Më falni. Jam shumë e emocionuar sepse jam persona me kaq shumë dashuri, edhe kam talente dhe pse mos i mbështesim. Dhe është një nga videot më të bukura që kam këtu në kanal, mendoj. Kështu që ta marrim dhe këtë rrugicën, edhe shpresojmë të na shitet apo jo. Po. Okej. Edhe ti ma the emrin Dallëndysha apo? Alta Esmeralda. Dallëndysha ishte ande. Ti Esmeralda, çfarë punimesh bën ti? Ja, këtë. Ka qëndisur këtë panoramën. Kjo është panoramë që vendoset e muri. Po, në xham, vendoset. Nuk e kemi përfunduar akoma, se kjo kërkon goxha kohë. Po. Se është punim më finë se sa ai. Po. Po Alda është shumë korrekte dhe deri në detaje. Alda, dhe ti që ke shumë bravo. Ua, sa e ke bërë shumë të bukur, sidomos këto lulet, mami me i ka shumë qef lulet, me siguri ajo do të shtatë këtë pikturën. Kur ta Se mbarojmë ajo, ta ftosh kuajt mamën. dhe lulet i ka shumë qef. Kështu që unë prej sa përfundosha, edhe këta e kemi në shitje, do me thënë. Kur ta përfundojmë po. Kur të përfundohet, pronotojeni ju që në momentin që mbaron, kush e ka pronotuar i pari, ta blej. He Bela, vazhdo. Se mos e pengojmë dhe Belën këtu. Jo, ka që unë. O zemër. Okej. Do ta përfundosh ti këtë tani apo është gati kjo vetëm Jo, do duhet përfunduar. Mirë, përfundoje ti këtë, ndërkohë po shkojmë edhe tek Dallëndyshja. Po. Dallëndyshja bën të njëjtën punë si të Belës. Si Bela Ato Dallëndyshja. janë shoqe dhe kanë të dyja Dallëndyshja. pëlqime dhe dëshirat e njëjta. Jeni shoqe të ngushta me Belën ju. Po. Po kush punon më bukur? Ka çote ti. Më bukur kush punon ti apo Bela? Po. Se di, apo të dyja? Bravo. Shiko, njerëzit që nuk bëjnë dalje, bravo. Tani këtu çfarë po bën rrugicë? Po ndonjë punë të përfunduar kemi? Është e njëjta si ajo rrugica Leila. Po? Që ta tregojmë në qoftë se dikush E dyshkës jo. s'kemi. Po mirë, do presim të përfundoj kjo. Por vetëm një na ka ngelur. Kështu që çupa duhet të punojnë sa më shumë. Okej, ju duhet të punoni, se do na i blej këto dhe si do t'ja ushesim të papërfunduara. Kështu që të mbarojmë edhe me kryqin, edhe me rrugicat. Okej. Bravo, e ke bërë shumë mirë. Pizza. Shiko, një më një, duket që po e bën shumë mirë. Ndërkohë, unë dua të cek diçka
Këto janë punimet që janë duke u përfunduar, ndërkohë që ka dhe shumë punime të përfunduara. Kështu që mund t'i shikojmë pak një nga një, ju mund t'i shikoni dhe mund të zgjidhni nga këto punime që u treguam këtu, por edhe nga punimet që janë të përfunduara. Kështu që i shohim bashkë një nga një. Tani, këto janë punimet e personave të tjerë të gjithë grupit, a? E kemi 9 persona në këtë grup. Po? Disa prej tyre nevojnë për arsye shëndetësore. Po? Dhe të gjithë vinë, kalojnë 4 orë në qendër, 4 deri në 5 orë në qendër, dhe kjo është një kohë shumë e veçantë për ata, për familjarët e tyre, të cilët i dërgojnë në një vend të besueshëm, po ku edhe aftësohen të bëjnë diçka. Shumë mirë. Në ergoterapi, edhe këto punime që ata bëjnë me dashurinë e parë. Po, tama. I shikoj që janë shumë të gëzuar kur punojnë dhe është gjë shumë e mirë, ja, shiko. Okej, tani, kemi përzgjedhur disa punime, por me sa shikoj, është edhe një kënd aty, kështu që unë po ja u tregoj të gjitha juve këtu në YouTube, dhe ju çfarë do zgjidhni për t'i bler, do më shkruani, mos harroni. Kështu që t'i mbështesim sa më shumë këta persona, nisim me këtë zemrën. Shikoni sa e bukur që është. Këtë e ka bërë Joeli në bashkëpunim me Andin. Këta të dy domethënë, bravo. Edhe disa punime që janë bashkëpunime. Dhe këto zemrat këtu shumë të bukura. Ka kaq shumë dashuri këtu tek vendi ku ju punoni sa. Kryesisht dhurohet ose vendosen nëpër kafene, sepse është simboli i Po, dhe kjo që ka shumë e bukur. Aroma. Pra ju që mund të keni një bar, një kafe, mund ta blini, ta vendosni diku sepse ngjan shumë bukur. Qen ka domethënë nëna me birin. Shumë bukur. Me sa shikoj janë të gjitha të njëjtës kategori. Pra punime me gozh, edhe kjo për kafe, shumë e bukur dhe kjo. Stetoskop. Edhe kryesisht këto dhurata i kanë porositur për kolegët që i kanë infermier, mjek, doktor. Shikoni sa ide të bukura. Zyrat e tyre. Shumë bukur. Edhe zemra, mund të marrë rrahjet e zemrës. Shumë e bukur kjo. Pra ju që jeni në profesion ose i studente e infermierie, mund ta zgjidhni dhe ju diçka për ta blerë si kjo, se që nga e bukur dhe pastaj kafe këtu. Kafe, është e njëjta si kjo, por edhe e shkruajtur këtu. Po, edhe kjo më pëlqen shumë, të dyja shumë të bukura. Pastaj këto janë ato me pirografi. Po, punimet pirografike. Joeli me shumë dashuri, por Joeli qen ke talent, bravo Joeli. por Andi i lëmon së pari. Do me thënë ju të dy që keni shok, a? Shok në bashkëpunim kështu me punime. Punojnë mirë të dy që të dali diçka. Sa bukur. Dhe kemi Ua, po kjo, shko sa e bukur. Edhe këto janë ornamente për të vendosur në pemën e Krishtlindjes. Shikoni sa, po këto kush e ka bërë? Bela. Bela, shumë të bukura. Bravo Bela. Tamam për festa këto. Po pëlqej kanë shumë dhe këto. Tani, treguam këtë pjesën këtu. Edhe me sa shikoj, ka dhe disa punime shumë të bukura, më bie në sy ky punimi këtu. Që duket fiks ato punime tradicionale, për shembull ju që keni bare, lokale, restorante në Tushemish, në këto zonat në Lin, janë këto godinat që janë pra këto shtëpi që presin njerëz, si tip vilash, mund t'i merrni, po dhe hotelet pse jo që kanë këto motivet popullore, për shembull brenda. Shikoni sa do të bukura janë. E punuar nga një vajzë shumë profesioniste, sepse nuk ishte edhe as mirë nga shëndeti. Por ajo ka bërë punë madhështore dhe me po e presim. Kjo që nga me të vërtet një punim madhështor do ta quaja edhe unë. Këto kryesisht na i kam blerë të Dhe ta mendoni që tani të huaj t'i blen më shumë se shqiptarët, kështu që vini dhe ju se janë goxha të bukura. Këto na i kam blerë të huaj sepse duken shumë interesante si çorape. A ka më të vogla t'i ble djalit një parë? Se këtu në Pogradec është shumë ftohtë. Këto janë, ne i themi në Pogradec meste. Lini ju një koment se çfarë i quani në zonat tuaja, sepse ne të kemi në fjalorin tonë meste. Se di si i quani ju papuçën pastaj? Papuçën. Unë për shembull po t'ishte më e madhe kjo do ta kisha marrë se kem mbajtur në dyzeta. Se ka këto ngjyra, do të thënë një shile me besh, që i ka një kombinim shumë të bukur. Kush i ka bërë këto? Lida, ajo sapo këta. Ajo e qelimit, a? Okej. Shumë të bukura. Edhe do pyesum për çmimet, në fund do konstatojmë çdo çmim se si funksionon, që kush dëshiron t'i blej të më shkruaj. Po që ju që jeni nga këto zonat e ftohta, Korça, Pogradeci dhe ande nga Veriu, se po na mbyt dëbora, ju mund
mos t'i porositni se do ju mbajnë ngrohtë për dimër. Ti themi mirupafshim ftojes. Tani kemi këtu shumë punime që t'i tregojmë të gjitha me radhë. Janë këto për pejmën, dhe janë kaq kreativ këta njerëz sa unë nuk do t'i kisha bërë dot kaq bukur, sepse do talent kjo gjë, këta janë të talentuar, shikoni sa bukur. Unë për shembull do ta kisha përzgjedhur edhe këta me dëbor, është shumë e bukur. Edhe kjo është shumë e bukur. Është shumë e bukur te kjo. Që janë duke i punuar. Oh, sa e bukur. Varse me peshk edhe po gradec. Edhe kjo është shumë e bukur. Tani këtu kemi këndin, ekspozit, çfarë është? Ekspozit e punimeve të grupit të ateljes kreative. Po. Edhe këto që kanë punime, goxha të bukura dhe mua më bie në sy këto këtu. Këto janë varse. Byzëlyk, varse, shumë të bukura. Ndërkohë ju që jeni duke parë, mund të përzgjidhni çfarë të doni, për shembull dhe këto zemrat si varse çelësash, vetëm për t'i suportuar këta njerëz se e meritojnë. Kështu që prej sa më shumë suport nga ju. Unë do bëj pjesën time, do blej diçka, kështu që unë e di që dhe ju do bëni diçka, le t'i gëzojmë këta njerëz pra. Kjo është për mësuese. Kjo është një dedikim për mësuese, ne çdo 7 mars bëjmë dedikime të ndryshme për mësuesit. Dhe këtë 7 mars ne kemi bërë një dhuratë për një mësuese të veçantë që ka ndihmuar her pas here grupin tonë. Këtu është një punim për gjithë ata që pëlqejnë biçikletën. Është një gjë shumë e veçantë, një dhuratë shumë e veçantë. Është një varg nga Bibla, besimi, shpresa, dashuria që ngjelet gjithmonë. Kemi përsëri një rrugicë. Ja dhe një rrugicë tjetër. Me kolore shumë. Shumë e bukur dhe kjo. Pra ju që doni rrugica, keni plot këtu, kështu që mund të më shkruani. Po e mbyll këtu videon duke ju treguar edhe disa punime të tjera, mos harroni që u dua shumë dhe uroj që suportoni këta njerëz. Paçi!